Situata brenda shtëpisë së Big Brother Kosova po shpërthente në tension. Labinoti dhe Alba ishin përplasur hapur dhe fjala homoseksual kishte ndezur një debat të fortë që askush nuk mund ta injoronte. Labinoti, i nxehur dhe i shqetësuar, nuk e fshehu asnjë sekond ndjenjen e tij. Neve në Kosovë na vret fort fjala homoseksual. Ti nuk ke të drejtë të përdorësh këtë fjalë ndaj nesh në këtë mënyrë dhe as nuk duhet të bësh akuza të tilla. Tonit të tij i bashkëngjitej një ndjesi të thellë të drejtësisë dhe krenarisë personale, një reagim i natyrshëm kur dikush ndjen se identiteti dhe reputacioni i tij po sulmohen. Alba, nga ana tjetër, qëllimi i së cilës nuk ishte gjithmonë i qartë për të gjithë, kishte shprehur mendimin e saj pa menduar pasojat. Ajo kishte vënë në dyshim marrëdhënien dhe mënyrën e sjelljes së banorëve, duke i parë gjërat sipas perceptimeve të saj. Por reagimi i Labinotit tregoi se brenda shtëpisë çdo fjalë dhe çdo akuzë ka peshën e vet dhe mund të ndezë emocione të forta, të papritura dhe të pakontrolluara. Tensioni ishte i dukshëm të gjithë banorët e tjerë. Disa ndjenin shqetësim për mënyrën se si po zhvillohej përplasja, disa tregonin simpati për Labinotin, ndërsa të tjerë ndiheshin të bllokuar, duke mos ditur se si të ndërhynin ose si të ruanin paqen. Çdo fjalë e Albanës dhe çdo reagim i Labinotit u analizua dhe u komentua, duke krijuar një atmosferë të ngarkuar me emocione të përziera, indignim, frikë, kuriozitet dhe tension. Dialogu mes tyre nuk ishte thjesht një debat i ftohtë, ishte një pasqyrë e tensioneve kulturore, sociale dhe emocionale që shpesh lindin brenda shtëpisë së Big Brother. Fjala që përdoret, mënyra se si shprehet dikush dhe perceptimi që të tjerët kanë për atë gjuhë, mund të shndërrohet në një konflikt të thellë që prek personalitetin dhe reputacionin e individit. Labinoti e bëri të qartë se disa gjëra nuk mund të interpretohen si lojë apo debat, ato kanë peshën e tyre dhe ndikojnë drejt për drejt mbi të tjerët. Alba. Tani po formohet një skenë shumë dramatike, ku ka tension, frikë dhe komentime mbi fuqinë dhe karakterin e Klodit. Mund ta bëjmë një shkrim të gjatë që përshkruan situatën, konfliktin dhe perceptimet e banorëve në mënyrë intensive dhe të gjallë. Situata ishte e tensionuar deri në maksimum. Klodi, që shpesh duket i dobët dhe i pasigurt, nuk mund të maskonte frikën e tij dhe të gjithë e ndjenin. Ludo nuk e kursente vlerësimin e tij. Klod nuk është i fortë, thoshte ai, duke e parë me një përzierje habie dhe përçmimi, por po e luan rolin, është super i fortë. Ishte e qartë se këtu nuk bëhej fjalë vetëm për forcë fizike, por për aftësinë për të qëndruar në një situatë ku çdo lëvizje mund të ishte vendimtare. Lëndrimi, nga ana tjetër, tregonte një qëndrim të ndryshëm. Ai ishte i vendosur dhe nuk e fshete agresivitetin e tij. Do t'ia ngul thikën pas shpine, thoshte, një shprehje e dhunës që tregonte se rreziku ishte real dhe tensioni ishte në kulmin e vet. Fjala e tij nuk ishte vetëm një kërcënim simbolik, ishte një reflektim i atmosferës së ngarkuar dhe presionit që ndjenin të gjithë në atë ambient. Alba, duke vëzhguar gjithë këtë situatë, nuk mund të mbante heshtjen. Përshkrimi i lëndrimit si një lojtar i fortë ishte një mënyrë për të njohur aftësinë për t'u vendosur, për të kuptuar se fuqia nuk është gjithmonë fizike, por shpesh matet nga mënyra si vepron dhe reagimet që bën njeriu në situata ekstreme. Ndërkohë, Klodi duke i tensionuar dhe i shqetësuar, duke kuptuar se reputacioni dhe perceptimi i të tjerëve ishte në lojë. Ai mund të mos ishte i fortë fizikisht, por presioni që ndjente, frika që përjetonte dhe roli që po luante, e bënin situatën të ndërlikuar dhe shumë të rëndë. Ludo e vlerësonte këtë forcë të fshehtë, një lloj aftësie që nuk duket në pamje të parë, por që bën diferencën midis atyre që mund të përballojnë presionin dhe atyre që dorëzohen. Atmosfera ishte e ngarkuar me tension, me fjalë të ndjera dhe paralajmërime të heshtura. Çdo vë. Në Big Brother Kosova, tensioni dhe aludimet janë pjesë e përditshme e lojës, dhe ajo që po ndodhte mes Klodit, Labinotit dhe Albanës ishte shembull i qartë i dinamikës komplekse që krijohet brenda shtëpisë. Alba, duke vëzhguar me kujdes çdo gest dhe çdo fjalë, nuk mund të mos përmendte lidhjen mes Klodit dhe Labinotit. Ajo nuk e tha me zemër keqdashëse, por e shprehu mendimin e saj si një perceptim mbi sjelljen e tyre. Duket sikur janë shok shumë të ngushtë ose po luajnë ndonjë skem bashkë. Nuk e di nëse ka diçka më tepër, por nuk duket rastësi. Të tjerët në shtëpi ndjenin tensionin e fjalëve të Albanës. Një diskutim i thjeshtë mund të kthehej në thashetheme dhe aludime. Sepse çdo gjest i Klodit dhe Labinotit ishte nën lupën e të gjithë banorëve. Disa e shikonin këtë miqësi si një strategji të lojës, një mënyrë për të mbrojtur njëri tjetrin dhe për të fituar ndikim brenda grupit.
Të tjerë ndjenin një farë dyshimi duke i interpretuar marrëdhëniet në mënyra më personale dhe më të ndjeshme. Alba, me sinqeritetin dhe hapësinë që kishte, shprehu shqetësimet e saj, dhe mënyra se si formuloi ato fjalë krijoi një atmosferë të tensionuar. Nuk ishte vetëm një aludim, ishte një mënyrë për të parë dinamika më të thella, strategji të fshehura dhe lidhje emocionale që shpesh ngatërohen me lojën. Në një ambient ku çdo gest, çdo shikim dhe çdo bashkëpunim mund të interpretohet, ndjenja e dyshimit dhe e kuriozitetit është e pashmangshme. Ndërkohë, Klodi dhe Labinoti nuk dukeshin të shqetësuar për komentet. Ata vazhdonin të komunikonin dhe bashkëpunonin si më parë, duke treguar që miqësia ose strategjia e tyre ishte më e fortë se aludimet e të tjerëve. Megjithatë, secili fjalë dhe lëvizje e Albanës ngjalli debate të brendshme dhe biseda mes banorëve të tjerë. Disa u ndjen të intriguar, disa të shqetësuar, por të gjithë ishin të vetëdijshëm se çdo perceptim mund të ndikojë mbi lojën dhe marrëdhëniet. Kjo situatë nuk ishte thjesht një histori për miqësinë ose perceptimet. Fjoll, para se të iki, dua të lë disa fjalë që të mos mbeten të pathëna. Nuk di saktësisht si ti përmbledh gjithë ato që ndjej, por ndoshta nuk ka nevojë për perfeksion. Thjesht ndjenja e vërtetë është ajo që ka rëndësi, që nga momenti që të njoh, diçka tek ti ka pasur një dritë që nuk e kam gjetur diku tjetër. Je si ajo pjesa e diellit që futet ngadalë përmes dritares në mëngjes, pa u ndjer shumë, por e ndjen menjëherë kur je pranë. Të qeshurat e tua, mënyra se si e sheh botën, madje edhe ato momente kur hesht, kanë krijuar kujtime që do t'i mbaj gjithmonë me vete, edhe pse largimi është i pashmangshëm, dua të dish se çdo moment me ty ka qenë i vlefshëm. Ka qenë si të mësoje një kapitull të ri për jetën dhe për veten time. Duket e çuditshme, por ndonjëherë më duket sikur çdo gjë që kemi ndarë ka qenë një pjesë e fatit, dhe unë jam mirënjohës për këtë fat, për çdo fjali, çdo shikim, çdo kujtim që kemi krijuar. Kur të largohem, nuk dua që kjo të jetë një lamtumir përfundimtare. Dua që të mbetet një derë e hapur për kujtimet tona, për ato çaste që na bën të qeshim dhe të ndjejmë se jeta ka bukurinë e saj edhe në gjërat më të thjeshta. Nuk e di kur do të kthehem, por di që çdo herë që do ta kujtoj fytyrën tënde, do të më ngrohë zemrën. Fjoll, faleminderit që ishe pjesë e rrugëtimit tim deri këtu. Faleminderit për durimin, për mirësinë dhe për çdo gjë që më mësoi pranë teje. Nuk ka fjalë që mund ta shprehin plotësisht rëndësinë tënde për mua, por shpresoj që ky shkrim të jap një ide të vogël, mbetet një pjesë e zemrës sime që gjithmonë do të jetë për ty, dhe çdo herë që do të mendoj për të kaluarën, do të buzëqesh pa më dyshje. Kujto që largimi im nuk është fundi, por vetëm një kapitull i ri që do të sjellë ndoshta rikthime, takime dhe momente të reja. Pas një dite të tensionuar brenda shtëpisë së Big Brother Kosova, ku Edi kishte përdorur fjalë të rënda ndaj Arditit, ai doli para banorëve dhe publikun për të bërë një hap të rëndësishëm, falje publike. Me një ton të përmbajtur, por të ndjerë, Edi kërkoi të shprehte pendimin e tij për ato që kishte thënë, duke treguar se ishte i vetëdijshëm për pasojat e fjalëve të tij. Ardit, të kërkoj falje për fjalët e mia, nuk duhet t'i kisha thënë ato dhe shpresoj që të më kuptosh, tha Edi, duke parë drejt tij me sinqeritet. Ky moment nuk ishte vetëm një akt personal për Arditin, por një mesazh i hapur për të gjithë banorët dhe publikun. Një sinjal se edhe brenda lojës ka vend për pendim dhe vetëdije, por Edi nuk u ndal këtu. Ai u drejtua të gjithë shqiptarëve kudo që ndodhen, në Kosovë, Shqipëri dhe diasporë. Të gjithë kosovarët dhe shqiptarët anë mban botës, ju kërkoj që të më falni dhe të më votoni, që të mos dal nga Big Brother Kosova. Mesazhi i tij ishte i qartë. Ai kërkonte një mundësi të dytë, një shans për të treguar se mund të përmirësojë dhe të jepte më të mirën e tij brenda lojës. Në fjalimin e tij, Edi gjithashtu falenderoi vëllain e madh, Big Brother, që i dha mundësinë të ishte pjesë e këtij edicioni jo një, por 2 herë, një privilegj që nuk e merr çdo banor. Ai theksoi rëndësinë e këtij shansi të dytë, duke u premtuar publikut dhe vetes se do të përpiqej të tregonte sjellje më të matur, respekt dhe energji pozitive brenda shtëpisë. Fjalët e tij ishin të mbushura me ndjenja dhe sinqeritet. Ai e kuptoi se besimi i publikut është çelësi për të vazhduar aventurën, dhe se votat e tyre janë shprehje e mbështetjes, por edhe e ndjeshmërisë për një banor që ka bërë gabime dhe kërkon të përmirësohet. Ky moment u shndërrua në një thirrje të drejtpërdrejtë për bashkëpunim dhe ndihmë nga ana e publikut. Edi nuk kërkonte thjesht të mbetej në lojë. Ai kërkonte falje, mirëkuptim dhe një shans për të treguar ndryshimin e tij. Mesazhi i tij ishte i fuqishëm, edhe
Ah, tani kuptova, situata është tepër delikate dhe dramatike, me aludime dhe tension social, ku disa persona janë përfshirë në akuza ose gjeste që të tjerët i vërejnë dhe gjykojnë. Mund të shkruajmë një shkrim të gjatë që e përshkruan këtë situatë pa u futur në gjuhë të papërshtatshme, por duke reflektuar tensionin, shqetësimin dhe dramën që krijohet. Ja një version të gjatë, situata që po ndodhte ishte e rëndë dhe e tensionuar. Aludimet qarkullonin me shpejtësi dhe çdo lëvizje e Klodit dhe lëndrimit nuk kalonte pa u vërejtur. Ndonjëherë dukeshin sikur po luanin me kufit e rrezikut, me sjellje që nuk mund të mbeteshin pa u komentuar. Dhe aty ishte Alba, që nuk e fsheu shqetësimin dhe ndjesinë e çuditshme që i krijonin ato veprime, duke u shprehur hapur para të gjithëve, pa e fshehur as pak, në një ambient ku çdo gest merrte një rëndësi të madhe. Duket se gjithçka po vlerësohej, analizohej dhe interpretohej nga të tjerët. Çdo shikim, çdo prekje, çdo buzëqeshje merrte një kuptim të dyshim. Të gjithë ndjenin tensionin, një farë presioni social që nuk ishte lehtë të përballohej. Nuk ishte thjesht kuriozitet, ishte shqetësim, një ndjenjë që veprimet e disa individëve mund të ndikojnë mbi reputacionin, moralin dhe ndjeshmërinë e të gjithëve në atë ambient, çdo hap i Klodit dhe lëndrimit duke i matur. Por gjithsesi duke krijuar një atmosferë të rënduar. Alba nuk u tërhoq, ajo e shprehu menjëherë ndjesinë e saj, duke i bërë të tjerët të ndjenin se veprimet e tyre nuk mund të shikonin vetëm si diçka normale ose të papërfillshme. Çdo detaj ishte i rëndësishëm, mënyra si ata komunikonin, si lëviznin, si u përgjigjeshin shikimeve të tjerëve. Një pjesë e situatës u duk si një lojë pushteti, një provë e heshtur e kufive të respektit dhe etikës në ambient, atmosfera ishte e ngarkuar dhe e pasigurt. Banorët ndjenin se çdo veprim, qoftë edhe ai më i vogli, mund të interpretohej në mënyra të ndryshme. Çdo njeri që e vëzhgonte situatën, ndjente tensionin dhe shqetësimin. Pas një dite të tensionuar brenda shtëpisë së Big Brother Kosova, ku Edi kishte përdorur fjalë të rënda ndaj Arditit, ai doli para banorëve dhe publikun për të bërë një hap të rëndësishëm, falje publike. Me një ton të përmbajtur, por të ndjerë, Edi kërkoi të shprehte pendimin e tij për ato që kishte thënë, duke treguar se ishte i vetëdijshëm për pasojat e fjalëve të tij, Ardit. Të kërkoj falje për fjalët e mia, nuk duhet t'i kisha thënë ato dhe shpresoj që të më kuptosh. Tha Edi, duke parë drejt tij me sinqeritet. Ky moment nuk ishte vetëm një akt personal për Arditin, por një mesazh i hapur për të gjithë banorët dhe publikun. Një sinjal se edhe brenda lojës ka vend për pendim dhe vetëdije, por Edi nuk u ndal këtu. Ai u drejtua të gjithë shqiptarëve kudo që ndodhen, në Kosovë, Shqipëri dhe diasporë. Të gjithë kosovarët dhe shqiptarët anë mban botës, ju kërkoj që të më falni dhe të më votoni, që të mos dal nga Big Brother Kosova. Mesazhi i tij ishte i qartë. Ai kërkonte një mundësi të dytë, një shans për të treguar se mund të përmirësojë dhe të jepte më të mirën e tij brenda lojës. Në fjalimin e tij, Edi gjithashtu falenderoi vëllain e madh, Big Brother, që i dha mundësinë të ishte pjesë e këtij edicioni jo një, por 2 herë, një privilegj që nuk e merr çdo banor. Ai theksoi rëndësinë e këtij shansi të dytë, duke u premtuar publikut dhe vetes se do të përpiqej të tregonte sjellje më të matur, respekt dhe energji pozitive brenda shtëpisë. Fjalët e tij ishin të mbushura me ndjenja dhe sinqeritet. Ai e kuptoi se besimi i publikut është çelësi për të vazhduar aventurën, dhe se votat e tyre janë shprehje e mbështetjes, por edhe e ndjeshmërisë për një banor që ka bërë gabime dhe kërkon të përmirësohet. Ky moment u shndërrua në një thirrje të drejtpërdrejtë për bashkëpunim dhe ndihmë nga ana e publikut. Edi nuk kërkonte thjesht të mbetej në lojë. Ai kërkonte falje, mirëkuptim dhe një shans për të treguar ndryshimin e tij. Mesazhi i tij ishte i fuqishëm, edhe. Një nga momentet më të tensionuara të këtij edicioni të Big Brother Kosova u shfaq kur Edi u përfshi në një debat shumë të ashpër me Arditin. Fjalët që ai përdori nuk ishin thjesht kritik ose provokim, ato u konsideruan si kërcënim serioz, duke shqetësuar jo vetëm banorët e tjerë, por edhe publikun që ndiqte çdo gjest nga kamerat, do të pres kokën, do të fus një shpullë. Ishin fjalët që tronditën ambientin. Momenti ishte aq dramatik sa banorët u ndalën dhe disa u përpoqën të ndërhynin për të qetësuar situatën, duke kuptuar se tensioni mund të eskalonte në konflikt fizik. Edhe Arditi u duki befasuar dhe i shqetësuar nga mënyra e të shprehurit të Edin. Pas këtij incidenti, Big Brother vendosi të ndërmarrë masa disiplinore. Edi u dërgua në nominim të detyruar, një masë që nuk kishte të bënte vetëm me lojën, por edhe me rregullat e respektit dhe sigurisë brenda shtëpisë.
Vendimi u bë publik para gjithë banorëve, duke theksuar se fjalët e rënda dhe kërcënimet nuk tolerohen brenda lojës, pavarësisht nga tensioni i momentit. Sot, publiku ka një rol të rëndësishëm. Ata duhet të vendosin nëse Edi do të vazhdojë të qëndrojë në shtëpi apo do të largohet pas këtyre fjalëve të rënda dhe sjelljes së tij agresive. Situata ka krijuar një debat të madh në rrjetet sociale, ku shumë ndjekës janë ndarë mes atyre që mendojnë se Edi duhet të ndëshkohet për shembull, dhe atyre që e shohin situatën si një shpërthim momental brenda lojës. Ky episod tregon qartë realitetin e tensionit brenda Big Brother. Emocionet shpesh arrin pika të nxehta dhe disa situata mund të kalojnë kufit e pranueshëm. Përveç aspektit të lojës dhe strategjisë, këtu është fjala dhe respekti që bëjnë diferencën. Vendimi i publikut do të tregojë gjithashtu sa larg është gati të shkojë audienca në mbështetje ose dënim të sjelljes së një banori. Në fund, kjo situatë do të mbetet një nga episodet më të diskutueshme të këtij edicioni, jo vetëm për përplasjen e Edin dhe Arditin, por edhe për mënyrën se si ditët e fundit brenda shtëpisë së Big Brother Kosova ishin bërë një sfidë e vërtetë për Fjollën. Një seri përplasje, keqkuptime dhe konflikte të njëpasnjëshme me banorët e tjerë kishin ndikuar në mënyrë të dukshme mbi gjendjen e saj emocionale dhe psikologjike. Përplasjet me Labinotin, Alban, Elionën, Benitën dhe Arditin gjatë gjithë pasdites kishin krijuar një atmosferë tensioni dhe pasigurie që bëri të qartë se Fjolla nuk mund të vazhdonte më të qëndronte në shtëpi pa ndjerë lodhje të thellë. Çdo diskutim, qoftë i vogël apo i madh, u kthye në konflikt të hapur. Fjalët shpesh u përshkallëzuan dhe çdo gjest u interpretuar si provokim. Fjolla u ndje e mbingarkuar dhe e izoluar, duke kuptuar se presioni psikologjik dhe tensioni i përditshëm po e kalonin kapacitetin e saj për të përballuar lojën. Ajo ndjeu se nuk kishte hapësirë për qetësi dhe se çdo moment ishte i ngarkuar me konflikt dhe pasiguri. Vendimi për të dalë nga shtëpia nuk ishte impulsiv. Ai erdhi pas një reflektimi të gjatë mbi situatën dhe ndikimin që po kishte mbi shëndetin e saj emocional. Fjolla e kuptoi se Big Brother është një lojë ku presioni dhe vëmendja e vazhdueshme mund të jenë të papërballueshme, edhe për personat më të fortë dhe më të vetëdijshëm për lojën. Duke u larguar, ajo tregoi se respektimi i vetes dhe i kufive të vet emocional ka më shumë rëndësi se çdo spektakël ose fitore strategjike. Për banorët e tjerë, lajmi i largimit të Fjollës erdhi si një goditje e papritur. Disa shfaqen habi, të tjerë zhgënjim, ndërsa disa kuptuan se kjo ishte një pasqyrë reale e asaj që ndodh pas kamerave. Presioni emocional brenda shtëpisë nuk është thjesht lojë, por një test i vërtet i durimit, karakterit dhe qëndrueshmërisë psikologjike. 3 orët e fundit para largimit ishin një turbullirë e plot emocionale. Secila fjalë, shikim dhe gjest u rrit në peshë. Fjolla përjetoi tensionin e përplasjes së njëpasnjëshme me të gjithë banorët, duke kuptuar se nuk kishte mundësi të qëndronte më pa sakrifikuar. Pas një dite të mbushur me tensione, debate dhe përplasje, Fjolla ka vendosur të lërë shtëpinë e Big Brother. Ajo që nisi si një ditë e zakonshme brenda shtëpisë u kthye në një seri përplasje dhe keqkuptimesh që i dhan fund qëndrimit të saj. Gjithçka kulmoi gjatë pasdites, kur Fjolla u përfshi në përplasje të njëpasnjëshme me disa nga banorët, Labinoti, Alba, Eliona, Benita dhe Arditi. Çdo diskutim i vogël u kthye në debat të hapur dhe tensioni i grumbulluar gjatë javës shpërtheu njëherësh. Fjolla u ndje e mbingarkuar dhe e izoluar, ndërsa përplasjet e njëpasnjëshme e bën të kuptojë se nuk mund të vazhdonte më të qëndronte aty pa ndjerë lodhje emocionale. Me Labinotin, debati kishte qenë i ashpër, me akuza dhe fjalë të forta që nuk u përballuan lehtësisht. Me Alban dhe Elionën, situata mori një ton personal, ku secili përpiqej të tregonte pozicionin dhe të impononte mendimin e vet. Përplasja me Benitën dhe Arditin e bëri situatën edhe më komplekse, duke krijuar një atmosferë të rënduar dhe shpesh të pakëndshme. Fjolla nuk ishte thjesht e lodhur fizikisht, ajo ndjeu një peshë të madhe emocionale, presionin e lojës dhe ndikimin e vazhdueshëm të kamerave. Vendimi për të dalë nuk ishte impulsiv, por i menduar mirë, një akt i vetëdijshëm për të ruajtur qetësinë dhe shëndetin e saj mendor. Largimi i saj vuri në pa një nga realitetet më të forta të Big Brother. Presioni psikologjik brenda shtëpisë është real dhe mund të jetë i papërballueshëm, edhe për personazhe të fortë dhe të përgatitur. Për publikun dhe banorët e tjerë, ky moment ishte një kujtesë se çdo lojë ka kosto emocionale dhe se ndjenja dhe mirëqenia personale nuk duhet të sakrifikohen për spektakël. 3 orët e fundit para largimit ishin një turbullirë emocionale, ku çdo fjalë, çdo shikim dhe çdo gjest u rrit në peshë.
Banorët mbetën të heshtur, të befasuar dhe të ndarë mes shqetësimit, habis dhe zhgënjimit. Disa përpiqeshin ta qetësonin, të tjerë e pan vendimin e fjollës si një humbje strategjike për. Një tjetër moment i tensionuar shpërtheu brenda shtëpisë së Big Brother, kur Olta Gixhari përdori fjalë të ashpra ndaj Edin gjatë një debati që po ndiqej me vëmendje nga banorët dhe publiku. Ajo që filloi si një konfrontim verbal mori një kthes të papritur, duke shkaktuar reagime të menjëhershme dhe duke bërë që atmosfera brenda shtëpisë të tensionohej ndjeshëm. Olta nuk e fshehu asnjëherë zemërimin e saj. Me ton të lartë dhe fjalë të drejtë për drejta, ajo kritikoi Edin për gjestet ose sjelljet e tij, duke përdorur një fjalor që konsiderohej jashtë kufive të pranueshëm. Banorët e tjerë u ndalën për pak çaste, ndërsa kamerat regjistronin secilën fjalë. Duke e bërë situatën edhe më të ndjeshme, nuk duhet të përdorësh atë fjalor ndaj askujt, aq më pak ndaj Arditit, theksoi Olta, me ironi dhe zhgënjim të dukshëm. Por mënyra se si e tha, me tone të forta dhe gjeste që nënvizonin frustrimin e saj, e bëri situatën edhe më dramatike. Debati nuk kishte të bënte vetëm me gjestin e Edin, por me nevojën për respekt dhe kufi të qartë brenda shtëpisë, ku çdo fjalë mund të ketë ndikim të menjëhershëm mbi të gjithë banorët. Edin, nga ana e tij, u përpoq të justifikohej, por tensioni ishte i qartë. Ai e kuptoi se fjalët e përdorura nga Olta nuk ishin thjesht një kritikë e zakonshme, por një reagim që lidhej me etikën e komunikimit dhe mënyrën se si secili duhet të trajtojë të tjerët brenda lojës. Për shumë banor, ky debat u duk si një kërcënim ndaj rregullave të brendshme të shtëpisë që kërkonin respekt dhe bashkëpunim midis pjesëmarrësve. Sipas rregullave të Big Brother, situata do të marrë një përgjigje të drejtë dhe proporcionale. Siç u njoftua, Olta do të ndëshkohet për përdorimin e fjalëve të papërshtatshme, një masë që tregon se edhe në një lojë ku tensioni dhe emocioni janë të lartë, ekzistojnë kufi që nuk duhet të kalohen. Ndëshkimi nuk është thjesht një masë disiplinore, por edhe një mesazh për të gjithë banorët. Respekti dhe komunikimi i kujdesshëm janë thelbësor. Ditët e fundit brenda shtëpisë së Big Brother Kosova ishin bërë një sfidë e vërtetë për fjollën. Një seri përplasje, keqkuptime dhe konflikte të njëpasnjëshme me banorët e tjerë kishin ndikuar në mënyrë të dukshme mbi gjendjen e saj emocionale dhe psikologjike. Përplasjet me Labinotin, Alban, Elionën, Benitën dhe Arditin gjatë gjithë pasdites kishin krijuar një atmosferë tensioni dhe pasigurie që bëri të qartë se fjolla nuk mund të vazhdonte më të qëndronte në shtëpi pa ndjerë lodhje të thellë. Çdo diskutim, qoftë i vogël apo i madh, u kthye në konflikt të hapur. Fjalët shpesh u përshkallëzuan dhe çdo gjest u interpretuar si provokim. Fjolla u ndje e mbingarkuar dhe e izoluar, duke kuptuar se presioni psikologjik dhe tensioni i përditshëm po e kalonin kapacitetin e saj për të përballuar lojën. Ajo ndjeu se nuk kishte hapësirë për qetësi, dhe se çdo moment ishte i ngarkuar me konflikt dhe pasiguri. Vendimi për të dalë nga shtëpia nuk ishte impulsiv. Ai erdhi pas një reflektimi të gjatë mbi situatën dhe ndikimin që po kishte mbi shëndetin e saj emocional. Fjolla e kuptoi se Big Brother është një lojë ku presioni dhe vëmendja e vazhdueshme mund të jenë të papërballueshme, edhe për personat më të fortë dhe më të vetëdijshëm për lojën. Duke u larguar, ajo tregoi se respektimi i vetes dhe i kufive të vet emocional ka më shumë rëndësi se çdo spektakël ose fitore strategjike. Për banorët e tjerë, lajmi i largimit të fjollës erdhi si një goditje e papritur. Disa shfaqen habi, të tjerë zhgënjim, ndërsa disa kuptuan se kjo ishte një pasqyrë reale e asaj që ndodh pas kamerave. Presioni emocional brenda shtëpisë nuk është thjesht lojë, por një test i vërtetë i durimit, karakterit dhe qëndrueshmërisë psikologjike. 3 orët e fundit para largimit ishin një turbullirë e plot emocionale. Secila fjalë, shikim dhe gjest u rrit në peshë. Fjolla përjetoi tensionin e përplasjes së njëpasnjëshme me të gjithë banorët, duke kuptuar se nuk kishte mundësi të qëndronte më pa sakrifikuar.